Zëvendës Ministri e Ekonomisë Marian Risteski deklaroi se shporta e re e konsumit, e cila do të quhet mesatare, do të votohet në Këshillin Ekonomik Social, i cili do të mbahet së shpejti. Ai theksoi se shporta do të jetë një pasqyrim cilësor i një familjeje mesatare 3 antarëshe, sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave. Risteski tha se është i bindur se shporta nuk do të jetë për krijimin e opinionit publik apo për politik, dhe se shporta aktuale nuk korrespondon me gjendjen dhe nevojat reale. Shporta jonë e konsumit sigurisht që nuk do të përbaj alkool, cigare apo pushime jashtë vendit, sepse i konsiderojmë luks. Nuk do të ketë gjithashtu asnjë frut që nuk është karakteristik për një stin të saktuar të vitit. Gjithçka do të bazohet në të dhënat përkatëse dhe çmimet përkatëse të produkteve dhe të dhënat nga tregjet e shumta. Të gjitha çmimet do të merren parasysh. I pyetur më tej lidhur me pushimet e qytetarëve të cilat për ta paraqesin luks, Risteski tha se jo çdo qytetar mund të përballoj pushimet jashtë vendit. Askush nuk e kufizon të drejtën për pushime, por mendoj se shkuarja jashtë vendit e për pushime, mendoj se çdo qytetar i vendit, në varësi nga standardi personal dhe mundësi të mundet ta përballoj ose jo. Por gjithsesi ne konstatojmë se pushimet nuk janë pjesë të dhënave që duhet i përfshijmë në shportën mesatare të konsumit. Risteski tha se shporta e konsumit do të bëhet e ditur javës së ardhshme dhe do të jetë e bazuar në standardin e qytetarëve.